Njëri ndër veprimtarët e devotshëm të diasporës patriot Krasniqi nga Prizreni me punë aktualisht në Itali, atje edhe ku vepron sot. Përmes mikrofonit ton ka folur për zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, ku ai si një veprimtar politik i PDK-s padyshim shprehet se vetëm PDK është parti që qeveris mirë Kosovën. Por nuk jam dalur asnjëherë duke kontribuar për Partinë Demokratike të Kosovës, po njëkohësisht edhe për të mirën e Kosovës, sepse unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës është partia e shtetit tonë, edhe besoj që duhet ta mbështetim të gjithë së bashku. Unë e kam ardhur tani këtu që ta mbështes Partinë Demokratike të Kosovës, sepse duke parë gjendjen aktuale të Kosovës, që kemi pas një blokadë prej 8 muajsh, edhe duke i parë qytetarët tonë këtu që janë duke e kaluar një jetë të vështirë, unë po besoj që duhet ta mbështesim të gjithë së bashku Bedri Amzën për kryeministër për të mirën e vendit tonë Kosovës. Sepse ne edhe pse jetojmë gjithmonë atje në diasporë, për me zemër dhe me mendje jemi në Kosovën tonë. Kemi qenë shumë të angazhuar për regjistrimin e mergatës tonë, por duke marrë parasysh që janë edhe pushimet demërore, shumë mergjimtar tonë nga Italia po edhe nga gjithë vendet e ndryshme të botës ka marrë informata që do të vinë këtu në Kosovë që të votojnë. Dhe jam shumë i gëzueshëm që do të vinë më në fund në Kosovë të votojnë, që ta shohin gjendjen reale dhe momentale në Kosovë se çka po ndodh, ku ka mbi 5 ditë që ka marrë këtu në Kosovë dhe nuk kam rrymë dhe nuk kam ujë. Kështu që është momenti i duhur që me datën 28 që ta shohin qytetarët çfarë qeveri kanë votuar. Ai me këtë rast ka shprehur edhe faktin se tashmë edhe mërkimtarët po e shohin se deri tani kënde kanë votuar. Ai tha se tashmë 4 ditë janë pa rrymë elektrike dhe pa ujë. Unë qysh në moshë të re, edhe familjarisht, gjithë jetën e kemi përkrahur Partinë Demokratike të Kosovës, edhe kur kam shkuar jashtë, ku e kam mbi 30 vite familjen jashtë, jam munduar të jap një kontribut për Partinë Demokratike të Kosovës, duke marrë parasysh edhe për themluesit e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ku e kam babën veteran, aqen veteran, dhe kam menduar gjithmonë që t'jap një kontribut për Partinë Demokratike, por njëkohësisht edhe kjo gjendja aktuale që është duke na ndodhur në Kosovë për çlirimtarët tanë, për presidentin Thaçi, kryetarin Veseli, kam marrë një motiv shtesë që ta dëshmojmë një herë për gjithmonë që ushtria, lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë e pastër dhe ata ka nevojë më shumë se kur për mbështetjen tonë si popull dhe nuk jam dalur asnjëherë për të dhënë një kontribut për PDK. Sepse unë e di që kur PDK-ja është në pushtet, Kosova është më mirë. Lagjën tem ku jam, nuk kemi asnjë tri, asnjë tre, gjithë janë duke ikur jashtë. Bllokazha që ka ndodhur për 8 muaj i ka detyruar trinjet të reja që të ikin jashtë, nuk kanë po asnjë shpresë këtu në vendin tonë në Kosovë. Kështu që unë e thashë pak më parë e ceka që shumë që kanë ardhur prej jashtit, vetëm lagjën tonë, do me thonë gjandat elementare në jetë për momentin nuk i kemi. 25 vite mbas luftës, ne që 5 ditë nuk kemi rrymë, 5 ditë nuk ka ujë. Do me thonë pishë edhe mergjimtarët janë të zhgënyer te mase, që e kanë votuar me 8 shkurt, dhe unë jam i bindur që me datën 28 do të jetë një ndryshim i madh në fitore Bedri Amzës. Ai tha se punët e Prizrenit dhe kryetarit Totaj tashmë për ne diasporën janë shembulli më i mirë dhe po merret si model kjo qeverisje në gjithë Kosovën dhe më gjerë. Prizren jam shumë i kënaqur, e kam cek edhe shumë herët që në gjithë mergatën flitet për punët e mira që i ka bërë kryetari Totaj. Pra unë jam i sigurt që punët e mira që ka ndodhur në Prizren ne mund t'i bartim edhe nivel nacional, sepse në gjitha komunat që qeveris Partia Demokratike e Kosovës kanë qenë komunat më të suksesshme. Edhe pse qytetarët, domethënë të Kosovës, të mos votojnë Partinë Demokratike dhe Bedri Amzën, një njeri i jashtëzakonshëm, një njeri që ka dëshmuar veten, edhe besoj që ai duhet të jetë kryeministër i Kosovës, që qeverisjen e mirë që ka pru zotri Totaj në Prizren, që ta bartim edhe nivel nacional për Kosovën tonë që kemi sakrifikuar një dekadë që të jemi të lirë dhe të punojmë për vendin tonë. Ai shprehu shumë dëshira, por mbi të gjitha tha se rinia duhet të qëndrojë këtu. Ne jemi jashtë, por zemra vetëm këtu na fle e na rahatohet, tha ai. Unë jam pro gjithë atyre 33-jave që asnjëherë mos ta lëshojnë vendin tonë Kosovën, pa marrë parasysh që edhe unë jam der ata që kam lëshuar Kosovën, por e thashë e ceka edhe më herët që zemra neve na flen rahat vetëm vendin tonë. Kështu që unë bëj apel të gjithë trinjë dhe trejat, të jenë motivues, të luftojnë, të punojnë për vendin tonë. Sepse unë besoj që ose edhe këtu dëshirojmë t'japim një kontribut për vendin tonë, unë jam e sigurt se rrugët edhe dyert e hapura i kanë gjithçka.
mos ta shohin që mundësia vetëm tjetë ikja jashtë vendit tonë. Trio të Krasniqit dhe angazhimet e tija tashmë kanë bërë të njohur në të gjithë vendin. Andaj në të ardhmen tha se ka synime të garoj që të jetë zëri fuqishëm i rinisë. Asnjëherë nuk do të ndalem duke kontribuar për Partinë Demokratike të Kosovës, sepse siç e çeka edhe më herët, Partia Demokratike e Kosovës më kujtohet sikur kam qenë i ri, sakrificat tona që kanë ndodhur, që kanë kaluar familjarët, baballarët tonë. Dhe unë nuk besoj që për një kohë shumë shkurt duhet të harrohen. Dhe kam parë që Partia Demokratike e Kosovës nuk është parti e dalur nga qendra tregtare, është parti e dalur nga lufta. Dhe për këtë arsye unë besoj që rënjet e shtetit Kosovës i ka vu Partia Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës jam i sigurt se do t'i çon gjithë proceset përpara. Pra unë kësaj radhe për arsye familjare nuk kam qenë kandidat, por erën tjetër besoj që do t'jem pjesë e elitës që t'jep një kontribut për Partinë Demokratike, po edhe qytetin të Prizanin, po edhe për gjithë Kosovën. Kursa i shprehu jo vetëm dëshirën, por dhe obligimin që duhet të kemi ndaj UÇK-s dhe liderëve që tashmë janë duke u mbajtur padrejtësisht në Hag.